si ka mundësi që siguria 300 pasagjerëve mbaret për një budallë që zot mos jam të fol shumë rënd sonte, aty për një personi, budalla jam në këtë rast. E analizoj gjithçka në aeroplan. Mas pari marrash çfarë budallë jam, se sa të na ndjek kush, s'ka problem. Mas pari e shoh kush është kapiten, pilot. E studioj çet pjesë e para. E kthyer aeroplanin është i ri, çfarë psikologjie. Pastaj ulem mrena dhe shikoj stewardesat a janë të buzëqeshur apo jo. Pra domethënë çon si jeni ju happy, e thon tani më hika se thon këto më kanë diçka, këta nuk qeshin, rrinë zërat. Aty, domethënë, te un kanë me gjet miliona njerëz veten tash përmes së frikës tem. Pastaj rritu këshyr te emergjenca kush është ul Medina se kodëshis ky kry mdhajsh që si të prishun që mujnë me ta qel derën në Sana. Ndodh më herë Medina. Nuk ndodh, po ka ndodh. Ka ndodh. Ka ndodh në kaluarën, ka ndodh ose mund ta ndodh. Najer lart, me tentu dikush më bler apo çish? Jo, najer kanë tentu, por zakonisht jemi sa stewardeza dhe sa pasazher tjerë që gjithkush e shikon sigurinë e vet dhe nuk e lejon në atë rast me ndodh deri në atë pikë që dikush ta hap. Hapet kollaj dera najer? Jo. Nuk hapet kollaj. Jo. A don forcë apo çfarë don? Po. Don shumë forcë. Domethënë edhe nëse hapet dera, hapet vetëm emergjencat. Se është edhe një mith që mendojnë njerëzit që hapen edhe derët kryesore që i mbyllim ne, po ato nuk hapen. Emergjencat ku janë pasagjerët? Emergjencat ku janë pasagjerët, ato hapen. Si ka mundësi Medina? Edhe në ajër më kanë, domethënë mi jam sy tash dikush me Po, bëna. jam varet sa pikë në ajrje, se nëse je shumë lart, automatikisht nuk hapen dhe në raste, domethënë që kemi emergjencë, automatikisht edhe aeroplani fillon Jo, të spret poshtë. po flas nëse i mushet menja tash një pasagjer me hap gjatë fluturimit. A hapet apo jo? Po jo, nuk mundet me një shtyrje me hap. Po me një shtyrje po mundet me dasht. Mundet, po. Okej, ideja është si ka mundësi që siguria 300 pasagjerëve mbaret për një budallë që zot mos jam të fol shumë rënd sonte, aty për një personi, budalla jam në këtë rast. Unë ndoshta jam psikikisht kranko njëri, unë ndoshta jam mirë psikikisht, edhe ulem aty edhe jam mërzit, them hajt. Si kontrollohet mulon të emergjenca një njëri që nuk e njohim kush është ai. Jam unë në këtë rast, një njëri që ndoshta përbëj rrezik. Edhe si është siguria e aeroplanit dhe e pasagjerëve në këtë rast? Tani, shumicën e rasteve në stewardesat, ose është edhe gjithmonë një kryesore që është në hyrje të aeroplanit, dhe shikojmë gjithmonë mimikat e pasagjerëve kur hinë brenda. Mimikat? Mimikat. Se është psikologa jo aty njëri nga ato apo si? Jo, nuk jemi psikolog, po për shembull nga fytyra e njeriut ose nga sjellja e njeriut i mund ta dish parafërsisht